Obama. Amerikanët të mbrojnë vlerat demokratike nga politika e Trumpit. Ish-presidenti Barack Obama ka bërë thirrje për mbrojtjen e vlerave demokratike dhe kundërshtimin e politikave të presidentit Donald Trump, duke paremëruar amerikanët që të jenë të gatshëm të sakrifikojnë për të mbrojtur lirinë dhe drejtësinë sociale. Gjatë një fjalimi në Kolegjin Hamilton në New York, Obama theksoi se është e rëndësishme që qytetarët dhe institucionet të ndryshme të qëndrojnë fort përballë agjendës politike të Trumpit, të sigurojnë që të drejtat demokratike të mbrohen. Ka qenë e lehtë të thuar se je një progresist ose je për drejtësinë sociale, por tani do duhet paguash një çmim për këtë, tha Obama, duke theksuar nevojën për angazhim dhe sakrificë për të ruajtur vlerat demokratike sipas tij. Ish-presidenti shpreu shqetësimin e tij për tentativat e administratës Trump për ndryshuar rendin ndërkombëtar për të minuar lirinë e fjalës dhe sundimin e ligjit brenda Shteteve të Bashkuara. Obama kritikoi politikat ekonomike të Trump, veçanërisht tarifat e reja, por gjithashtu theksoi shqetësimin e tij më thellë për kërcënimet ndaj universiteteve që ushtrojnë të drejtën e fjalës së lirë, por ai u referua veprimet të administratës Trump për të tërhequr financimet federale nga universitetet që mbështesin diversitetin dhe lirinë akademike, duke paremëruar se studentët dhe shkollat duhet të jenë të gatshëm të mbrojnë vlerat e tyre. Na takon ne ta rregullojmë këtë, tha Obama, duke inkurajuar qytetarët të thonë jo, kjo nuk është e drejtë dhe do veprojnë për të mbrojtur demokracinë dhe të drejtat e individëve.